Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në ditën e sotme në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet më të fundit që po ndodhin brenda shtëpisë Big Brotherit dhe jashtë asaj. Ditën e sotme dua të ndaloj tek një temë që natën e mbrëmshme në fakt ka qenë temë diskutimi brenda në atë shtëpi. Miri, teksa po bisedonte me banorët e tjerë, shfaqi një dëshirë, tregoi në fakt një histori të tij, tregoi një të kaluarën të tij. Ne kemi parë një fotografi të Mirit që është martuar jashtë, domethënë në Gjermani, atje e kanë vënë kurorëzimin, por Miri tregoi që në Shqipëri nuk kishte bërë një dasëm me gruan e tij dhe kërkoi nga vëllau i madh që brenda në shtëpinë e Big Brotherit ta realizon dasmën e tij. Domethënë ishte një dëshirë jo në dhomën e rrëfimit, por e kërkoi në verandë, ndoshta me patjetër vëllau i madh e thërriti në atë moment në dhomën e rrëfimit Mirin, edhe mund t'ia plotëson këtë dëshirën. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Kemi parë momente shumë të bukura, kemi parë surpriza fantastike. Ndoshta kjo do t'jetë surpriza që do t'na mahnis të gjithë ku Miri edhe një herë do të rimartohet brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Tani, pasi që Miri e tha këtë fjalën, menjëherë ajo video filloi që të bëhet virale në rrjetet sociale duke komentuar ndjekësit, fansat që apo e bën Miri këtë gjën për inat të Selinës, apo e bën Miri këtë gjën me kastile. Tani, le të shohim ngjarjen në mënyrë të detajuar. Që Miri ishte i mërzitur në dasmën e Selinës, kjo ishte më se e dukshme. Nuk është se përjetoi bukur, nuk është se përjetoi mirë, ishte gjatë gjithë kohës jo në disponim, edhe atmosferën, nëse mund ta quajmë atmosferë, Miri e bënte nga zori, le të themi, nga hiçi, më së shumti ka qëndruar tek artiola sesa tek dasma dhe tek festa që po bëheshte. Tani, që Miri kishte një afrimitet të bukur me Selinën, që Miri kishte një moment të bukur brenda asaj shtëpie me Selinën, këtë as nuk e vë fare në diskutim. Por që Miri mund të realizojë një dasëm brenda asaj shtëpie, kjo edhe nuk dihet. Tani ja do ta bëj për inat të Selinës, edhe mendoj që do ta bëj për inat të Selinës, sepse fillimisht një herë Miri dhe Selina krijuan atë afrimitetin sa që Miri haroi krejtësisht se çfarë flitet jashtë për të dhe se në çfarë konotacioni mund të merret kjo gjë. Do me thënë, afrimiteti që Miri krijoi. Unë jam shumë i bindur që në momentin që Miri do të del nga shtëpia, sepse ndoshta tani ka filluar që ta krijon atë bindjen brenda në shtëpi se çfarë po ndodh jashtë, apo flitet mirë për mua, apo flitet keq për mua, si komentohet kjo ngjarje që ndodhi brenda shtëpisë, si komentohet lëvizja e Selin. Por gjithsesi unë mendoj që Miri këtë gjën e bën edhe për t'ia dëshmuar Selin që unë e kam raport të jashtëzakonisht të bukur me gruan time, sepse ka qenë Selina ajo që në fakt e ka vënë në pa raportin e gruas së Mirit me Mirin. Edhe pse në fakt afrimiteti që Miri bëri me Selinën, duke ndarë kohën me të, duke ndarë momentet me të, duke mos e përmendur fare bashkëshorten e tij, duke mos e përmendur fare familjen e tij, të linte për të kuptuar që marrëdhënia e tyre ka diçka. Por në anën tjetër, Selina nuk e mori kur mundimin që ta pyetën Mirin për marrëdhënien e tij. Tani, pyetja që më shtrohet nga publiku, sepse më tani të gjithë e dim që njëri prej këtyre të dyve ka ndjenja, le të mos themi që të dy kanë ndjenja, po njëri me patjetër, do me thënë njëri shpreh më shumë e tjetri më pak, e shoh Mirin pak të lënduar, të thyer. Në fakt nga kjo marrëdhënie, Miri e ndjen veten sikur Selina e ka përdorur, sepse shpeshherë do me thënë brenda shtëpisë e thotë që unë e ngrita Selinën, unë e bëra Selinën këtu ku është, unë e rita Selinën në një farë mënyre brenda në lojë, dhe kjo është më se e vërtet. Miri është banori i cili lojën e tij, unë këtë gjë e kam thënë që në fillim, i ia dha Selinës, dhe në momentin që Selina u largua nga Miri, Miri tani nuk di se si të mbahet me Rogertin, i cili e ofendon publikisht edhe ja thot gjërat në sy,
të luani vetëm nuk ka strategji loje, sepse nuk pati mundësi ta shprehën, dhe a e do që Big Brotheri mirin apo miri Big Brotherin, unë them që Big Brother e do që mirin për faktin sepse miri nuk diti ta logjikon lojën, nga që miri ishte një ndër banorët më të fuqishëm brenda asaj shtëpie, në qoftë se do të përzidhte të luan vetëm ashtu siç përzjodhi Rogerti. Dhe Rogerti hyri vetëm, lufton vetëm, luan vetëm dhe ja ku është sot. Por në anën tjetër, a do të ndodh kjo dasëm? Tani për çështje e klikimesh, për çështje e viraliteti, për mimikat e Selinës, unë jam i bindur që vëllau i madh, në qoftë se jo një dasëm si Selina, por një surprizë të bukur shoqëruar me një dasëm të vogël, jam i bindur që do t'ja ofroj Mirit, nga që Miri e ka kërkuar këtë gjën, dhe do të shohim se si do të sillet në fakt Selina në dasmën e Mirit. Marrëdhënia e tyre e shoh që po kriset, tani më Selina nuk e ka inatin me Rogertin, e ka inatin më së shumti me Mirin, dhe unë besoj në fjalën që ka dashuri që kthehen në urrejtje, do të thënë afrimiteti i tyre aq i bukur që ishte, u kthye në urrejtje. Unë nuk dua ta besoj edhe këto hipotezat e tjera që po hidhen, që Selina dhe Miri mund të kenë një bashkëpunim të tillë, që do të thënë janë marrë vesh me sy, publiku nuk ka arritur që ta kapën këtë gjën dhe tani bashkëpunojnë vetëm e vetëm për të shkuar të dy në finale, nuk mund të themi kur jo, është Big Brother dhe Big Brother është komplet një strategji. Por unë mendoj që Miri mundohet që ta bën këtë gjën, që të vë në dukje veprimet apo mimikat të Selinës, edhe jam shumë i bindur, jam tepër i bindur, që vllau i madh do t'ja realizon Mirit këtë dëshirën. Do me thënë edhe një dasëm tjetër në vazhdim, do ta kemi në shtëpinë e Big Brotherit martesën me celebrim, le ta themi me dasëm, të Mirit me bashorten e tij. Çuditërisht, nga çdo lëvizje që Miri ka bërë aty brenda, bashortja e Mirit nuk është se ka hequr dorë, ka qenë gjithmonë e vendosur në atë që e ka thënë, ajo që në start e ka ditur që kjo është një lojë. Pyetja lindën mos vall Miri dhe Selin njihen nga jashtë dhe kanë bërë këtë gjë me një strategji, dhe bashortja e Mirit është e informuar për këtë gjë dhe Miri luan aq hapur, apo ndodhi e tëra në shtëpi. Dasma e cila do të ndodh do të tregoj gjithçka, sepse në dasëm, në qoftë se vllau i madh realizon, do të shohim a do t'i flet gruaja e Mirit Selinës, a do ta përshëndetën, a do t'i thot ndonjë gjë, si do të sillet me Mirin, si do të jetë qëndrimi me Mirin dhe çfarë do thot Selin. Unë jam i bindur që kjo dëshirë e shprehur e Mirit do të jetë një realitet që vllau i madh do ta bën së shpejti, se dhe ashtu Miri ka takuar vetëm gocën, mendoj që e ka momentin të takojë dhe gruan e tij.